Gjithmonë kemi folur për situatën e egzageruar të masave të marra nga ana e policisë, se i përket ndeshjes së sotme Shqipëri-Serbi, masa të cilat të japin përshtypjen se nuk është ndeshje futbolli, por gjithçka tjetër, dhe me shumë situata negative, kemi një detaj të bukur, pozitiv, që është vetëm për të duar trokitur në prag të ndeshjes së futbollit mes Shqipërisë dhe Serbisë, që zhvillohet mbrëmjen e sotme në stadiumin Arena Kombëtare. Në pikën kufitare të Bllacës janë krijuar radhë të gjata automjetesh, sipas asaj që shkruan gazeta Sinjali, për të lehtësuar pritjen e tifozëve që presin për të kaluar kufirin. Policia në bashkëpunim me ambasadën shqiptare në Shkup ka nisur shpërndarjen e ujit tek drejtuesit e automjeteve. Kjo mas u mor për shkak të temperaturave të larta dhe pritjeve të gjata në kufi, duke synuar të mbështetën ndihmoj qytetarët gjatë kalimit drejt ndeshjes së shumë pritur. Pra në dëshirën dhe qëllimin e mirë, kemi edhe shembuj të tillë, të cilët janë shumë pozitiv. Dhe kur shqiptarët bëhen bashk, si radhëherë, qoftë edhe për hir të armikut të përjetshëm, Serbisë, gjithashtu është parë një radhë e madhe në pikën kufitare, kur e gjithë Kosova po zbarkon në Shqipëri. Qindra automjete janë parë atje, teksa të gjithë kanë flamurin e Shqipërisë me vete për të mbërritur në Tiranë, për të mbështetur Shqipërinë. Sipas asaj që flitet, nuk do të jenë as gjysma e tyre në stadium, pasi nuk kanë pasur mundësinë për të pajisur me bilet. Megjithatë, kjo nuk i ndal për të mbërritur në kryeqytetin shqiptar. Të gjithë në Tiranë janë përgatitur për festë. Të gjithë kërkojnë fitoren dhe kërkojnë që ta festojnë këtë arritje të madhe vetëm në kryeqytetin shqiptar dhe jo për ta ndjekur në lokalet apo qytetet e tyre. Situata është e ndezur tani në Tiranë, pasi në ditët e kaluara qetësia ishte e frikshme dhe të jepte përshtypjen se do të luajë ndaj kundërshtari fare të rëndomt dhe jo kundër Serbisë. Megjithatë, ne urojmë që gjitha kjo qetësi t'i ketë shërbyer kuqezimeve tanë për të dalë me fitore nga kjo ndeshje që mban peng zemrat e të gjithë shqiptarëve. Kundër Serbisë vetëm për fitore, asnjë rezultat tjetër nuk do të bënte punë.